Kryeministri Kurti ka dërguar ftesa vazhdimisht krerëve dhe ju e dini që ata janë përgjigj nëpërmjet rrjeteve sociale. Asnjëri prej tyre se ka marrë mundin me trajtu seriozisht ftesën që Kryeministri Kurti ja ka dërguar krerëve të partive politike për të folur pikërisht për këtë situatë, përjashto këtu kryetarin e LDK-s. Pra të tjerët nuk kanë dashur që të takohen edhe të qojnë, do me thonë, takimet e më të tjeshme drejt një rezultati që mund dalë prej tyre. Pra ne jemi të gatshëm me folë për një emër konsensual, deri tani po e shohim që vetëm LDK është e gatshme të flasë për një emër konsensual dhe jo PDK dhe AK. Dhe nëse ata janë të gatshëm, ne nuk do të provojmë pafundësisht t'i lusim PDK dhe AK-n dhe as t'i sjellim me zor në seancë të kuvendit, nëse ata nuk e vlerësojnë përgjegjësinë dhe interesin për të kontribuar në zgjedhjen e presidentit dhe veprimet që po i bëjnë Libran. Veprimet që po i bëjnë deputetët e këtyre dy partive politike, këtyre ditëve të fundit, tregojnë qartë pozicionimin e këtyre dy partive politike, sepse veprimet të tilla të një deputeti, madje të disa deputetëve që ndoshta kanë mandate të tëra që tashmë janë pjesë e kuvendit, janë të parësyeshme, janë të turpshme, janë definitivisht të tmerrshme me ardhë prej dikujt që janë aksione politike. Po jo, nuk janë aksione politike sepse s'kan kauzë. Cila është kauza e këtyre aksioneve politike? Është fakti që në bindjet e tyre ju e keni shkel kushtetutën dhe nuk ka problem të madh në një vend se sa të shkelit kushtetutën. Pse asnjëri prej tyre s'ka dalë me marr pjesë në aksione të tilla politike kur është votuar gjykata speciale, kur është votuar demarkacioni, kur është votuar amnistimi i krimeve të luftës. Tash kjo është armë e që i keni ju Jo, nuk është armë, kjo është realitet. Kjo është realitet. Pikërisht këta deputet që ka 2 ditë e 3 që organizojnë këso lloj aksionesh, që për mua nuk janë aksione, janë thjesht filmash të kotë, dëmshëm, pa nevojshëm me i pa qytetarët e Republikës Kosovës të ndodhë në sallë të kuvendit, po bëhen prej këtyre deputetëve që kur është dasht me ngritë zërin, edhe kur është dasht me i stopu e me i ndalu çdo procese të dëmshme për vendin tonë, ata kanë qenë në sallë duke ngritë dorën, duke votu për. Tash kaq për mu vlen sa i përket qëtyne deputetëve të PDK-s e të AK-s, cilët e kanë qatë kalume të hidhur me pjesëmarrjen çdo procese të dëmshme, sa që për mu këta s'kan kauzë. Cila është kauza? Tregon ti cila është kauza. Ju thash atë që thonë ata, pra, shkel kushtetuta. Një deputet që unë kam kauzë, sepse ti po e shkel kushtetutën, drejtoj gjykatës kushtetuese. Nëse ti je i bindur që ne po bëjmë shkelje, drejtoj gjykatës kushtetuese. Nëse ti e konsideron shumë të rëndësishme formimin e kuvendit, konstituimin e kuvendit, ku ke qenë për 10 muaj të tërë që ke kontribu në blokimin e konstituimit të kuvendit. Thjesht këto janë vetëm skenare të lëdhta e të pamendume mirë të këtyre partive politike, cilët veç një qëllim e kanë me çu vendin drejt një procesi të rizgjedhor, cilin ne